Prej disa ditësh në rrjetet sociale në Shqipëri kanë qarkulluar video që kanë shkaktuar shqetësim të madh te prindërit. Në pamje shfaqeshin dy gra të veshura me shami, të cilat lëviznin me një fugon të kuq dhe sipas denoncimeve të publikuara online, dyshohej se u afroheshin fëmijëve të mitur. Pas prapjes së këtyre materialeve, policia e shtetit reagoi menjëherë, duke njoftuar se strukturat e saj të specializuara kishin nisur verifikimet dhe hetimet përkatëse për të sqaruar situatën. Si rezultati i veprimeve hetimore, më datë 21 prill 2026 u bë e mundur identifikimi dhe shoqërimi dy shtetaseve me inicialet MG dhe AG në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë për kryerjen e procedurave të mëtejshme. Sipas të dhënave zyrtare, dy shtetaset janë me origjinë iraniane dhe posedojnë lejë qëndrimi në Republikën e Shqipërisë për arsye humanitare. Në përfundim të hetimeve paraprake, autoritetet policore bëjnë me dije se nuk është konstatuar asnjë veprim i kundërligjshëm nga ana e tyre ndaj të miturve, duke hedhur poshtë dyshimet që qarkulluan në rrjetet sociale.